Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Tesi mirëmëngjes, mirë se na erdhe një. Mirë kënaqësi e madhe. Unë po mendoj çohen tani se Rudi tha të gjitha. Ja, unë thjesht bëra një parashtrim, ë. Unë nuk e di dhe unë po të dëgjoja kështu me kaq shumë vëmendje. Po pëlqej, je dakord? Jam shumë dakord me të. Sepse ti Tesi je një individ që ne tashmë të njohim shumë mirë, por për një publik që mbase edhe nuk të njeh aq mirë, je një njerëz që je specializuar tek leximi, tek analizimi I energjisë, tek hapje kanaleve të ndryshme që kemi në trupin ton. Dhe në fakt kur e mendon për ajo që na ndan neve si njerëz, në tërësi është që I kemi emërtuar, kemi vënë një emër specifik dhe kur dëgjojmë një emër tjetër na bezdis. Duket sigurisht diçka komplet tjetër, por në fakt është e njëjta gjë. Po ta mendosh tamam. Gjërat janë shumë të ngjashme, kjo është prandaj janë shumë të ngjashme. Tentojnë rezultate të njëjta. Kjo është. Nëse do të dëgjonte për shembull ty një spiritualist, do vinte bas që ti ishe xhan në rrugtimin shpirtëror. Po shikoj, nuk kemi të gjithë një rrugtim shpirtëror. Pra këtu e kam që ne ndahemi dhe zihemi si shtete, si popull, si tifozë. Po kur ndajmë jo feja, jo shpirtëror janë gjëra sikur janë gjëra të ndryshme, po fakt janë kanë të njëjtin qëllim. Pra, di çfarë kam parë që ata që janë besimtarë të vërtet, të cilit do besim. Po besimtarët e vërtet. E kam dëgjuar për shembull edhe nga Hoxha, nga Ahmet Kalaje, që është besim. O është ai, o s'ka njeri për shembull. Po thënë liberal maksimum edhe me ateistin, liberal maksimum edhe me krishterin, edhe me spiritualistin. Sigurisht që në fund ditës secili ka një mënyrë për të shkuar drejt çfarë. Do ta quash Zot, do ta quash shpirt, do ta quash të madhen, natyrë, do ta quash natyrë. Në fund ditës ajo është energji më. Është një energji që ne njerëzit e shkret dhe të thjesht. Sa ti jemi gjallë, nuk do t'i japim dot përgjigje disa pyetjeve që janë shumë esenciale. Ne nuk I dim motivet, dhe I quajmë Zot, energji e tjera me radhë. Kështu që për sa kohë jemi në këtë jetë, le të jemi të bashkuar, dashur, të respektojmë besimet e. Mirë fola, Mos ke di vendosje pronash. Mos ke Jo, këtu s'bëhet. Këtu nuk bëhet. Këtu është Zoti, ky është Zoti hipotek dhe Zoti hipotek ka plane që askush si kupton. Absolutisht. Janë gjëra që mbase. Zoti hipotek thotë që vuaj në këtë jetë që kur shkosh në jetën e përtejme, ti do të kesh pronat e ndara. Do të kesh staf që do të përgjigjet në kohë. Do duash të bësh një leje ndërtimi, do të dali direkt. Komshin nuk do të bezdisin kur. Po, kjo është parajsa e shqiptarit. Parajsa e shqiptarit është një vend që hipoteka të përgjigjet në komër. Shko nuk ka rrath. Do kesh 40 sportele. Po. 40 sportele. Ti do zgjedhësh vetë. Poshtë që të zgjedhin edhe Okej. Koleg, sapo shpjegove një situatë idilike. Edhe një shoqëri idilike, por duhet kemi parasysh që natyra njerëzore nuk është e tillë. Instiktet, gjendja natyrore. Po jemi me Tesin, Tesi do na merret me. Tesi më fal. Shikoj se bëjnë sens edhe në aspekt energjetik. Bëjnë sens. Po mendoja tani për hipotekën, thash sa prej nesh mund kemi qenë në karm në jetën e kaluar me hipotekën që tani po na kthehet në këtë formë mbrapa. A mund të jetë Tesi mendon vuajtja e shqiptarit për çështjen e pronës se shikoj që të jemi të qartë në vetvete. Shpesh flas njofta njerëz që kanë punuar dhe ata të shkretët janë disa nga njerëzit më të mallkuar nga shqiptarët. Po nuk është problemi I individit në vetvete. Domethënë ai punonjësi nuk është se do punonjësi të zvarrit ty. Është debati. A mendon? Po, është debat shumë I. Jo, unë mendoj se është sistemi që e bën individin brenda hipotekës apo individi sistemin. Ose individët. Sistemi individi në krye bën sistemin. Mos e mirë pranon më zotrin. Nëse nuk je dakord me një gjë. Po çfarë bëj ti rri pa bukur? Do ushqej fëmijët. Tani është diskutim I madh. Të lutem Tesi. Është shumë I madh si diskutim. Është diskutim I thjesht. Më fal, po do të vi propozim punosh në hipotekë, nuk do punosh? Po, dhe do punoj dhe nëse shikoj që detyrohem të bëj gjëra që unë nuk jam dakord, mendoj që ditë e sotme është mundësia që të bësh diçka. Mateo, nëse ka pas që mos një jurist vëlla mund punoj në shumë institucione. Ja ta themun. Nëse ka pas probleme. Po. Në hipotek, dhe nëse ka pas shkelje, dhe nëse kanë pas Or s'kemi gjë me hipotekën. Jo, more, ju duam shumë. Jo, more, as ju duam as na duan, kupton? I respektojmë, na respektojmë. Është kaq, është një institucion. Do t'i shkojmë. Nëse në hipotek ka patur probleme, dhe këto janë gjëra që mos bëjmë hipokrizitë. Janë gjëra që kanë dalë mediatikisht. Janë probleme të tjera me radhë.
nuk është se kanë qenë gjithë punonjësit që kanë kryer probleme. Ka qenë një punonjës ose zakonisht një drejtues që mund të ketë bërë probleme. Tani mos të përfshihen të gjithë. Jo. Pra po them që pjesa më e madhe e administratës shqiptare janë njerëz që mundohen të punojnë dhe të mbajnë familjen e tyre me bukë. Dhe nuk mendoj se problemet që hasin qytetarët e tjerë në këto institucione janë rezultati i dëshirës tyre të keqe, apo janë rezultati i një sistemi që nuk funksionon siç duhet. E lëm hipotekën sepse çdo gjë po përmirësohet, çfarë është e vërteta, dhe shkojmë tek tesi dhe një herë të lutem, shiko. Tema interesante që më pëlqen. Jo, më interesante janë, po dëgjoj tesi, kam një problem shumë të madh. Nuk ka shqiptar që nuk nxefet kur përmenden institucione, prona, gjëra, edhe të kapojnë. Shiko. O Mateo, mos marrë këtë mua vetë. Mos flasim për materiale. Ne kemi ngelur tek vorbulla energjetike e para që është rënja, çakra, root chakra, domethënë çakra rënjë. Si është çakra e rënjës? Bën sens, domethënë si popull kemi potencial për të evoluar. Për të evoluar dhe për të ngjitur në vorbullat energjetike, por ne si popull kemi ngel akoma te çakra e parë, nuk po kalojmë dot siç është kjo pjesa e Pse si ndahet kjo tesi, një sekond tani. Ne jemi, si e dallon ti që ne jemi populli çakrës parë? E dalloj sepse kemi ngel akoma te gjërat bazike dhe çakra e parë janë gjërat bazike, është mbi jetesa, qoftë edhe varfëria, qoftë edhe që ti punon për prap ty të del asgjë, e kupton, domethënë është kjo vorbull, është përgjegjëse root chakra dhe pastaj është sakrali, pastaj është solar plexus, është zemra, është fyti, syri i tretë edhe çakra kurore. Po cila është çakra më e lartë? Dhe ka shumë çakra, për ne kryesore në trup kemi 7 dhe më ajo hyjnore sigurisht është ajo kurora. Dhe në momentin që ti aktivizon kurorën, më shumë aktivizohet gjatë momentit si thush që ti lidhesh me gjithësinë, pa ama i ke të çliruara dhe të balancuara komplet çakrat më poshtë, se përndryshe nëse njëra vorbull energjetike është në disbalans, të gjitha janë në disbalans, pastaj duhet vendosur të gjitha në një linjë të drejtë. Disa kurioze jam ti që merresh me këtë leximin e linjës energjetike. Për shembull, a ke parë diferencë në Shqipëri nga qyteti në qytet për sa i përket çakrave? Apo të duket një lloj? Pra, a jemi ne në nivel energjetik në shqiptarët e njëjta gjë kudo dhe kot bëj diferencë? Jo, si jemi e njëjta gjë kudo. Ti për shembull Tiranën e ke kaos të pastër. Është shumë kaotike energjia në Tiranë. Po unë për shembull personalisht vet, momenti i parë që dal jashtë Tiranës, ndihem kështu sikur ca pesha nga shpatullat më ikin ose krahërori sikur të lehtësohet, sikur merr frymë më lirisht, sepse energjetikisht Tirana është shumë e ngarkuar, domethënë. Edhe këtë ngarkesën që po flas unë nuk e ndjej vetëm unë. Okej, unë ndoshta e kuptoj dhe të tjerë si puna ime mund ta kuptojmë që është një ngarkesë energjetike. Po të gjithë thonë, o sa i lodhur jam, dhe zakonisht njerëzit kur ngarkohen energjetikisht i dhëmbin shpatullat, i dhëm kurrizi. Çfarë thua? Unë kam shpinën copë. Shpi nuk ka shqiptar thot, çdo shqiptar thot, të më kaloj një rul sipër, ashtu jam bërë, kupton? Unë them gjithmonë sikur ka ndonjë pallat këtu sipër, sa i shumë të rëndom, domethënë. A mendon se kjo është rezultati i faktit që Tirana është një metropol i madh i shumë kulturave të ndryshme që përplasen? Apo ka një gjë kjo zonë? Jo, është patjetër. Kjo është që është një qendër. Dhe ajo ndikon, se normalisht ka parë për shembull në qytet në Shqipëri, në një vend që ke vizituar që ka një energji më të lehtë, më të gëzueshme, për shembull më duket Shkodra. Shkodra. Po. Ka një vibe më pozitiv. Më të lehtë. I bën gjithë. Janë dhe më sheflin, po ta mendoj. I bën gjithë. Shkodra nuk është qytet, është një qytetërim. Qytetërim, pra. Është me biçikletë, kanë një tjetër. Patjetër. Saranda për shumë ka energji shumë tranzicionale, janë si një vend që shërben që njerëzit të hyjnë të dalin dhe nuk është se në vetvete ka hyn dhe valte e gregut. Janë Korfuzi që hyn. Po, ja t'ja pyesim për qytetet me radhë. Saranda tranzitive, the, ha? Po Vlora. Edhe Vlora ka një lloj qetësie, domethënë, kur isha në Vlorë isha para ca javësh dhe ka vërtet një lloj qetësie. Ka qetësi Vlora. Po, jo thjesht qetësi
E kanë vrarë dhe energjinë. Në vetvete ka dhe pak kaos, po anon më shumë tek qetësia. Fieri, megjithëse mbahet dhe si zonë magjike, ke dëgjuar këto? Fieri është kaotik. Jo, tani nuk prisim më. Shiko, Fieri ka central energjie. Fieri ka 3 komunitete të mëdha, domethënë 4 sa i bie. Komuniteti i kosovarëve, komuniteti i Çamërisë, komuniteti pak a shumë alla Kastriot, kjo zona këtej, dhe pastaj janë dhe lalët. Po. Kështu që në vetvete kuptohet çfarë bëhet Fieri, domethënë. Çka qyteti më është unë e dua shumë Fierin, nuk e di domethënë. Është per Fieri është per, po Durrësi? Durrësi është si një vend ku ti më shumë gjen kujtime të fëmirisë, domethënë se nuk ka shqiptar që nuk ka shkuar për në Tiranë, Durrës. ka atë elementi nostalgjisë. Po, domethënë çdo njeri kur përmendet Durrësi si jetë koshient, si mos jetë koshient, i ngacmon diçka nga fëmiria. Po Mateo, po për atë që kemi dëgjuar shpesh që është qendër energjetike, kemi dëgjuar nga shumë njerëz në Berat Tomori, Mali Tomorit. A është? Po, e diskutuam dhe në kaluar që po, patjetër që është. E unë biles thash që kam edhe një kristal që ma ka sjell babi nga Tomori dhe kur meditoj me të, ai është shumë i ftohtë sepse për shkak të sakrificave që bëhen, atë flejimeve, normalisht gjitha ajo vuajtje aty ngel në atë vorbull energjetike, domethënë. Ai vend për shkakun ka nevojë që të shkojnë shumë njerëz, të meditojnë aty dhe të dhurojnë vetëm falje, pranueshmëri, dashuri, ngrohtësi, sepse është një vorbull energjetik apo një portal energjetik që mirë më fal dhe të fundit Korça. Korça nuk kam ndonjë mendim konkret për Korçën. Tani familjarët të fejuarit tim do shikojnë kështu çfarë thua vetëm për Korçën, s'do thua asgjë. Pse ke të fejuar nga Korça? Po thuaj një gjë. Po duhet ta thuash diçka. Nuk thuhet me zor gjë. Birra është e mirë. Ndoshta do thoja qyteti kulturës. Se kam shumë vite pa shkuar, kam shumë vite pa shkuar. Energjetik, nuk po themi kështu se ato i din vetë. Jo, unë i bëj kërkesë fejuarit tim që duhet më çoj se s'bën prap në Korçë. A duhet ta dakord. Kam shumë vite pa shkuar në Korçë. Shko, Tesi. Edhe energjia atje që kam me kustim. Fundit që ke qenë, tani mund të ketë shumë qytete na falni njerëzit tani, po që po të kalojmë, bie që të kalojmë një orë gjysmë me çdo qytet. Me qytet. Megjithatë, Tesi, që nga herë fundit që ke qenë këtu, kur ke qenë herë fundit? Në javën e kaluar. Javën e kaluar. Sa ke qenë të premte ke qenë? Nuk e mbaj më, nuk e qenë të mërkurë. Të mërkurë më duket se ke qenë mes javë. Që nga e mërkura deri më sot që është e premte, ka ngaluar 9 ditë. Po koleg. Java ime ka qenë ters i gjatë. Sigurisht mund të shkoj më keq. Po. Ters po them, të betohem domethënë, mos zë njerëz shtëpis. Ters. Pse s'ma parashikove këtë gjë? Duhet më kishe paralajmëruar, Tesi duhet të kishe përgatitur për shpirtërisht. Më the që do jetë çka. Të tha. Po më për të gjithë. Më tha, është vërteta të tha. Më the, po nuk ma the, ma thuaj më troçot, jemi përgatitur. Mos i zbukuro gjëra. Tesi kam heqë zinë dhe ullirit. Është shumë e vërtetë. Çfarë po ndodh? Mario ankohet, po qanë, të gjithë këtë po thonë, po ka një shpjegim se po ndodh kjo gjë, se gjithë ne po ndihemi kaq keq. Ore nuk ndihem keq, po më ndodhin gjëra. Po pra, po të shkakton një lodhje fizike, emocionale, shpirtërore, energjetike kjo gjë. Dhe kjo po ndodh se sot është një portal shumë i rëndësishëm, nuk është thjesht xhuma. Është gjithashtu edhe një portal shumë i fuqishëm që ndodh vetëm një herë në jetë, edhe janë më shumë se 7 planetë ose trupa qiellor tek Dashi. Qa do thot kjo për ne? Do me thënë, përveç se Dashi është epiqendra e universit për herë të parë në jetë. Për herë të parë në jetë. Gjërat këqija do ndodhin. Do ndodhin shumë ndryshime, po çka ka shkaktuar kjo energji pavarësisht se kjo është sot ky portal i fuqishëm më sot? Mbi të gjitha është dhe hënë e re në Dashën sot. Domethënë kemi hënën, kemi diellin, kemi Kairon, kemi Marsin, kemi Merkurin, kemi Neptunin. Kemi dhe disa të tjera. Domethënë çfarë po ndodh? Po ndodh që kur në prag të këtyre portaleve të fuqishme, këtyre vorbulla energjetike që të gjithë neve na afektojnë dhe na ndryshojnë jetën, kjo nuk është se ndihet vetëm ditën që është, po fillon ndihen efektet që
para disa ditësh. Dhe kjo për shembull shumë njerëz të periudhë mund të kenë pasur dhimbje fizike, mund të kenë pasur shumë dhimbje koke, mund të kenë pasur probleme me nofulla si shtrëngim, mund të kenë pasur probleme me fytyn, disa njerëz mund të kenë pasur alergji që shfaqet në fytyrë ose probleme me skalpin e kokës. Pse? Sepse dashi simbolizon kokën, gjithë energjinë te koka e simbolizon dash. Unë për shembull mbrëm, duke qenë se jam dash dhe kam stelium në dash, që do të thotë të kesh 3 planete ose më shumë tek e njëjta shenjë, ti je automatikisht stelium dhe unë jam një nga këta njerëz se kam mbi 4 planete tek dashi. Dhe unë mbrëm gjithë natën kam qenë me dhimbje koke. Domethënë nuk është ajo dhimbja kokës dhimbje fizike, është dhimbje energjetike, pa më që ty në fund të ditës të streson. Dhe kjo gjë ka ndikuar te të gjithë. Pa dyshim, sigurisht më shumë afekton dashin, kështu që kujdes, sepse sot hapet, nuk po dua të trëm, po thjesht dua të ndërgjej. Edhe ti Mario ke pas dhimbje koke? Ore, sot 6 semafor ishin të 6 të kuqmë. E të mërshme më la, çdo gjë ters. Nuk gjeta vend parkimi. Energjia dashit të kapi një kuqe të kapin rradh pastaj. Po, shumë vërtet edhe kjo, shumë vërtet. Po mos I thuj. Jo, është më. Tani kjo hëna e re, edhe të gjitha këto planetet edhe ky portali që do aktivizohet sot. Shumë njerëz sot për shkakun paktën për ata që besojnë tek energjia ose kjo që po flasim ne sot, është mirë të manifestojnë, është mirë të ulen të shkruajnë çfarë duan të arrijnë në jetë, po jo me shkruajt një gjë kot, për shembull, duan një punë të re dhe mos çojnë kurrë një CV, apo mos kërkojnë kurrë. Domethënë, duhet me qenë dhe me bon sens çfarë shkruan dhe është një ditë shumë e mirë për të bërë tabelën e vizioneve. Tabela e vizioneve është një tabelë ku ne kemi një vizion për të ardhmen tonë, që duhet të jemi shumë të qartë, gjithashtu duhet të dimë se këtë se thot asnjëri, po duhet të dim dhe çfarë na pengon neve për të arritur ato vizione, se nuk mjafton me printu ca figura, me i ngjit në tabelë dhe me thënë, do I manifestoj unë nga hiçi, se kemi një koncept të gabuar mbi manifestimin. Manifestim nuk do të thotë që ti ri këm kryq në divan, duke parë Netflix gjithë ditën, edhe nga hiçi ty të formohet jeta ëndrave. Do të thotë që ti ke një vizion, ama punon për to, lidhesh me energjinë që ti do të manifestosh dhe nuk I ço presion dhe ashtu ndodh. Pra, ti bëj punë, beso tek një energji më e madhe, beso te vetja jote tek ëndrat e tua. Kështu që merrni ju them njerëzve, merrni një tabel, vizionesh, një kornizë, printoni disa imazhe që rezonojnë me ju, edhe filloni punoni për ëndrat e juaja, sepse sot është me vërtet një portal shumë I rëndësishëm. Mario është dashi dhe Mario është dashi? Jo, jo bishaka. Çfarë dashi është ai? Okej, I kalojmë pak të ludhem shenjat, po I grupojmë siç I grupojmë ne gjithmonë. Ato të tokës edhe. Mario është I nxituar si një dash. Mund të ketë ndonjë ascendent. Tani do I shikojmë me elementët. Me element, mos sa. Okej, do shikojmë para sigurisht. Unë nuk kam guxim të dëgjoj për Demin, nuk kam guxim, thjesht më përgjithso. Më fut diku. Ti do t'ja bëj një veç. Më relativizo, po lere sa më të hapur. Mos ki frikë, more. Po kam ose s'kam frikë. Herën e kaluar më the do jetë çka ishte jo çka, po çka më gjeti mua. Tani kalojmë te shenjat e zjarit. Shenjat e zjarit janë dashi, shigjetari dhe luani. Po. Tani është një stuhi njerë që do ndodhin në jetën e tyre dhe për këtë stuhi, në stuhi në kuptojmë një ndryshim shumë të madh, kolosal. Shenjat e zjarit duhet ta lënë të transformim të ndodhin dhe duhet të rrjedhin me të. Domethënë, të imagjinojnë sikur janë në mes të oqeanit dhe kanë filluar ca stuhi të tmerrshme. Edhe disa prej tyre mund të vendosin që ta luftojnë këtë rrjedh, por çështja është që po luftuan më shumë ngjasa ka të mbyten në thonjza. Ideja është këta të dorëzohen butësisht tek rrjedha e oqeanit dhe tek ajo stuhia dhe ta lënë stuhin të kalojë, sepse çdo stuhi në jetën tonë kalon, është kalimtare, nuk është se do qëndrojë aty përgjithmonë. Shenjave të zjarit, për këtë do po e lexoj energjinë për hënën e re. Jo për këtë portal, por ky portal është shumë I rëndësishëm, nuk mundemi të themi mbi energjinë me 2 karta, është thjesht e pamundur. Flasim për hënën e re që është sot. Shenjave të zjarit
do i kërkohet të bëj një quantum jump, i them unë, dhe dita e sotshme është perfekt për të bërë një kapërcim energjetik. Po? Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që të hidhen në të panjohurën, pa menduar, të hidhen në të panjohurën me besim të thellë tek vetja e tyre, te aftësitë e tyre, te talentet e tyre dhe tek jeta e tyre më mirë, sepse shenjat e zjarrit kur rinë mendojnë shumë, kalojnë në frustrim dhe kjo gjë i pengon që të manifestojnë gjërat e tyre më të mira. Pra, nëse kanë dyer të hapura apo oportunitete, në momentin që këta frustrohen, gjërat nuk ecin më mbar, bllokohen ose ngadalësohen gjërat. Kështu që këtyre i kërkohet të marrin një shans, të marrin riske, sepse në momentin që ti nuk merr riske në jetë, më vjen keq, po asgjë ndryshe nuk ndodh. Tjetër, duhet të fillojnë të jenë më kurioz, se si në një farë mënyre, sikur e kanë mbyllur pak veten, kanë vazhduar atë rutinën, por rutina shenjat e zjarrit i burgos, sikur i vjedh atë dritën brenda tyre, kështu që këta duhet fillojnë të jenë përsëri në atë energjinë e tyre solare, të jenë kurioz, të hapin mendjen e tyre, të hapin zemrën drejt gjërave të reja, të fillojnë të kuptojnë që gjërat bëhen dhe në një formë tjetër, nuk ka pse të bëhen gjithmonë në të njëjtën formë. Dhe tjetra është që duhet fillojnë të lëvizin dhe të jenë të hapur për bashkëpunime. Sepse kështu vetëm në këtë mënyrë ato, si të themi, farat që do mbjellin tani, do kenë fryte në vazhdimsi. Okej, super. Je gati? Kalojmë tek shenjat e tokës. Tokës që është Demi, është Virgjëresha edhe Briciapi. Okej. Gati? Demi, Virgjëresh, Briciapi. Po. Edhe nga 3 karta edhe? Nga 4. Nga 4 karta. Nuk i ta bëjmë tamam. Ba filloj shpëri. Shikon, nëse është shumë keq, më thuaj të dal jashtë. Jo. Ka një ndryshim. Ke qenë keq ti edhe shumë të tjerë shenja toke si puna jote, sepse jeni duke thyer një cikël jete. Një cikël jete, pra në jetën tuaj, po i vjen fundi, një kapitull i të gjatë. Nuk është kapitull që ka 1 muaj, 2 muaj, 1 vit, 2 vit. Mund të ketë minimalisht 9 vite si cikël apo 7 vite. Domethënë është një kapitull shumë i gjatë. Dhe këtij kapitulli duhet i vijë fundi, që do të thotë ju duhet të tregoheni të guximshëm me veten tuaj për të vendosur, unë i them gjithmonë, pikat mbi i. Kjo s'është e lehtë, patjetër, po teksa bëni këtë gjë, kjo kërkon që ju të mbroni dhe energjinë tuaj, që do të thotë ju duhet filloni të punoni me limitet e juaja të shëndetshme. Po të fillo për dikë që nuk ka pasur ndonjëherë apo nuk ka respektuar ndonjëherë limitet e veta, është gjëja më e vështirë të filloj për shkakun të thotë jo, ti thot dikujt jo. Sot nuk mundem se kam X gjë. Po. Sot shëndeti im, qetësia ime është më primare se të dal të pi një kafe me ty për shkak. Po kjo është shumë e vështirë për njerëzit që s'e kanë bërë asnjëherë këtë gjë. Kështu që ju duhet filloni të praktikoni limite të shëndetshme, të mbroni energjinë tuaj, mos të ushqeni veten me çdo gjë që ju bën keq, po të zgjidhni se çfarë bëni dhe të thrisni mbrapsht fuqinë tuaj të brendshme dhe të kujtoni se ju keni fuqi ta kaloni çdo sfidë që vjen përballë jush. Sfidat janë gjithmonë që ne të bëhemi më të fortë, jo që të bëhemi më të dobët. Ja, vjen përsëri energjia që të respektoni limitet e juaja të shëndetshme. Të respektoni limitet tuaja me vete, të respektoni limitet e tjetrit, dhe nëse dikush i te i kalon ato, t'ja përsërisni, nëse personin përballë për shembull nuk merr vesh më, e ke shumë të qartë që ky person nuk do më të mirën tënde, sepse kushdo person që nuk respekton limitet e tua, i bi që ka përfituar më përpara, dhe nuk i pëlqen më një version më i sigurt në vetvete. Gjithashtu duhet keni kujdes kur komunikoni, për shumë njerëz shenjat e tokës do kenë kontrata të rëndësishme, do kenë komunikime shumë të rëndësishme që mund të lidhen me punën, më së shumtin, po mund të jenë edhe kontrata që lidhet për të blerë një shtëpi, ku di unë diçka. Amin. Më shikoj që s'është thjesht keq. Amin, të lumturoja. Dhe mesazhi i fundit thotë që pavarësisht se jeni duke kaluar keq tani, jeni në rrugën e duhur, sepse gjërat para se të bëhen mirë, bëhen me vërtet shumë keq. Po vajtëm dramë, bëhen më mirë pas. Në fund të këtij kapitulli, kur ju më në fund t'i vendosni pikat mbi i, secili prej jush do marrë një dhuratë. Dhe dhuratë, do të thonë,
në thonjë zë. Po, qartë, do jetë një shpërblim. Dashi s'kishe nga këto? Dashi sa dhurata do marri Dashi, po të vazhdoj të eci përpara. Dhuratat e Demit. Sa dhuratat e Demit, Demi nga qef dhuratat, lëri Demit të marri. Okej, tani kalojmë tek? Tani kalojmë tek shenjat e ajrit, që janë binjakët, peshorja dhe ujori. Ja, po i sharkis. Binjakët njëherë... Binjakët duhet të mësojnë nga më të vjetrit. Më falni, jo thjesht binjakët, shenjat e ajrit, so fokusohem të binjakët. Duhet të mësojnë shumë nga më të vjetrit. Këta më të vjetër mund të jenë femra, mund të jenë edhe meshkujt. Duhet të mësojnë. Janë kartat që të dërgojnë edhe femra dhe meshkujt. Kemi edhe energjinë e femrës, kemi edhe energjinë e mashkujt. Po. Duhet të mësojnë gjëra të reja. Duhet të lidhen me shërimin e tyre, duhet të lidhen me, si të thuash, me atë energjinë e butë brenda tyre, të jenë të falin veten për të shkuarën, të falin të tjerët për gjëra që mund t'i kenë lënduar, të bëhen njësh me veten e tyre, të bëhen njësh me natyrën, të bëhen njësh me komunitetin, të hapin mendjen e tyre dhe zemrën për të mësuar, jo thjesht nga më të vjetrit, po të mësojnë dhe nga vite që kanë kaluar më përpara në jetë dhe të nxjerrin një mësim dhe të kuptojnë që ndonjëherë gjërat edhe duhet të ndryshojnë. Gjithashtu duhet të balancojnë energjinë hynore, femërore me atë mashkullore. Tjetër, duhet të lidhen në shenjat e... Ja, shkojnë se erdhi mesazhi tjetër. Shenjat e ajrit kanë disa plagë për të shëruar. Kjo hënë e re në Dashi kërkon që të shërojnë disa plagë dhe këto plagë lidhen me linjen mëmësore, pra lidhen me energjinë hynore femërore. Me maman për shembull. Me maman, gjyshen, stërgjyshen, mund të lidhet jo, vetëm me këto. Vetëm linjë. Po, linjë mëmësore, domethënë dhe kjo mund të jenë njerëzit mund të kenë marrë plagë mëmësore që mund të kenë edhe 10 breza më përpara. Dhe këta njerëz tani shenjat e ajrit duhet të punojnë me këto plagë, që nuk është e thjeshtë, sepse duhet bëjnë shumë punë shpirtërore dhe duhet bëjnë në industrinë shpirtërore, kjo quhet shadow work. Punë me anën e tyre të errët, nuk është e lehtë, kjo është një gjë shumë e rëndë, por nëse duan të shërohen, kjo është e vetmja rrugë. Dhe duhet të vendosin themelet të shëndetshme për veten e tyre, për të ardhmen e tyre, që të jenë në një vit të drejtë. Janë dhe 3 shenjat e fundit të Mario Çandashi që jemi burr. Si më do t'i thot tani? Shenjat e ujit. Po, uji tani. Është gaforja, akrepi edhe peshqit. Njerëz mezi presin tani kanë Momentalisht duket sikur janë në mes të një vulkani që do shpërthej. Sepse si shenja uji janë shumë të ngarkuar emocionalisht dhe nuk din çfarë të shprehin më përpara, përfundojnë nuk shprehin asgjë dhe si përfundim kjo fakti që këta nuk shpreh shpërthen brenda tyre dhe mund të jenë shumë min me sahat. Por këtyre ju kërkohet që të nisin një rrugtim shpirtëror, së më saktë lidhe me shpirtin e tyre, të kujtohen se kush janë, kush është esenca e tyre dhe të lejojnë veten që ky vulkan t'i shërbejë një katalizator për t'u shndruar në një version më të mirë, për t'u rritur në çdo nivel të mundshëm, si shpirtëror, si fizik, si në karrierë, si në jetë, dhe të lejojnë veten e tyre të shërohen. Kanë një thirrje brenda në shpirtin e tyre, që mund të jetë për një punë të re, mund të jetë për një projekt, mund të jetë për shumë gjëra të ndryshme, për secilin kjo gjë është shumë personale, dhe i kërkohet që të ndërmarrin një udhtim shpirtëror të brendshëm që do të thotë të distancohen pak nga njerëzit, nga zhurmat e jashtme dhe të fokusohen te zëri i tyre i brendshëm, te e vërteta e tyre, të dëgjojnë veten se çfarë duan të bëjnë në të vërtetë. Dhe mesazhi i fundit është që duhet të shikojnë bukurinë kudo, si brenda tyre dhe rreth tyre dhe të jenë mirënjohës edhe për ato momente tek shija, sepse mirënjohja është një nga çelësat kryesor të manifestimit të jetës më të mirë. Kështu që jini mirënjohës shenja uji edhe për ato ngarkesat emocionale, pse në fund të ditës ato do ju bëjnë njerëz më të mirë e më të fortë.
Mrekulli, kjo ishte Tesi, shpresoj ti ju ketë të falenderojmë shumë Tesi për energjinë dhe kohën tënde.